Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në hadithin e Xhibrilit, hadithi i njohur, ku i përmend shenjat e kiametit, pasi që tregon se nuk e din askush se kur do të ndodh kiameti. Thot pejgamberi alayhis salam: "Wa antara al-hufat al-urat al-alata riya ash-sha'i yatatawaluna fil bunyan." Dhe prej shenjave të kiametit është ti shohësh ata që deri dje ishin këmbëzbathur, ishin bari dhe ishin jo të veshur mirë, se si po garojnë tash me njëri tjetrin në ndërtimin e ndërtesave më të mëdha. Në transmetimin e Imam Ahmedit nga Ibn Abasi përmendet se Ibn Abasi e ka pyetur: "O i dërguari i Allahut, kush është për qëllim me këtë hadith? Kush është për qëllim me këtë hadith?" Ka thënë: "El Arab." Me këtë hadith janë për qëllim arabët në veçanti. Pra, do të vi koha para kiametit kur arabët do të garojnë me njëri tjetrin dhe muslimanët në përgjithësi, mirë, po kjo do të shfaqet më shumë tek arabët, do të garojnë me njëri tjetrin ndërtimin e xhamiave të mëdha. Ndërtimin e ndërtesave të mëdha. Do të thonë secili do të garoj e bën një vend, një qytet ndërtesën më të madhe, tjetri thotë jo, tash unë do ta bëj ndërtesën më të madhe. Dhe të harxojnë para të panevojshme vetëm për ta treguar atë pasurinë e madhe që e kanë para tjerëve. Në ndërkohë kur umeti islam ka probleme të mëdha, ka prej muslimanëve që vdesin prej urisë, ka prej muslimanëve që janë gjendje të keqe, ndërsa disa prej muslimanëve më të pasur nuk u intereson kjo gjë dhe nuk u intereson çështja e umetit në përgjithësi. Dhe kjo e tregon atë dobësinë e muslimanëve. Dhe nuk është patjetër që tham shenjat e kiametit, nuk është patjetër që ato të jenë negative në esencë. Dhe kjo shenjë, nëse për shembull ai i cili e vepron një gjë të tillë, dëshiron njëri ta bëjë ndërtesën më të madhe në botë, çka do i bësh? Nëse ai për shembull obligime të tjera i çon vend, largohet nga ndalesat dhe e jep zakatin, nuk mund t'i themi se e ke bën një haram. Mirë, po kjo është shenjë se muslimanët do të jenë gjendje shumë dobët. Dhe se ai i cili e bën këtë në shumicën e rasteve nuk është musliman si duhet. Shumicën e rasteve nuk është musliman si duhet. Ka probleme të mëdha, kjo është një shenjë. Mirë, po ai ka probleme të mëdha tjera. Dhe kjo shfaqet në këtë formë dhe nuk e ndalon kjo që pejgamberi alayhis salam ta shfaq këtë dukuri. Kjo është karakteristikë, se nuk ka qenë më herët të shfaq tash. Mirë, po problemi nuk është ndoshta bash në esencë te kjo, problemi është te problemet më të mëdha. Te mos interesimi për çështjen e umetit në përgjithësi. E ka ndreq çështjen e vet, është rahat vet në shtetin e vet dhe nuk i intereson hiç apo shumë pak për muslimanët e tjerë, Dhe kjo është evidente në këtë kohë, është evidente. Shumë prej muslimanëve vuajnë në lindje, shumë të tjerë vriten perëndim, shumë të tjerë nga qendrës muslimanëve. Muslimanët tjerë nuk lëvizin. Shtetet tjera shumë pak bëjnë dhe ajo maksimalja që e bëjnë është vetëm disa deklarata boshe, asgjë më shumë. Kurse në anën tjetër, sa më shumë ndërtojnë në vendin e vet, tamam ndërtoni, mirë, po duhet që të kujdeseni edhe për muslimanët e tjerë që nuk kanë ndoshta resurse dhe pasuri aq sa keni ju. Këto pra janë disa çështje që në shikim të parë duken të vogla, mirë, po tregojnë tham për probleme shumë të mëdha që do t'i kenë muslimanët në atë kohë. Dhe edhe për këtë shenjë mund të themi se ka ndodhur. Momentalisht ndërtesa më e madhe në botë është në një shtet të muslimanëve dhe ky rekord do të thehet nga një shtet tjetër i muslimanëve. Halalu koft. E kanë bo, mirë, po tham kjo tregon probleme tjera. Kjo tregon mangësi tjera. Nëse marrim ma japin zakatin shumë prej tyre, problem. Shumë prej tyre se japin zakatin. Nëse marrin a punojnë me kamat shumë prej tyre punojnë me kamat. Tham se kjo shenja në esencë nuk do më thonë se është e keqe, tash thot hoxha mos ndërtoni ndërtesat nalta.
Nuk është patjetër të kuptohet kështu, po do të kuptohet më thellë çështja. Se kur bëhet kjo dukuri, atëherë kjo ndodh prej njerëzve që nuk u interesojnë shumë gjërat tjera, për fat keq. Merren shumë me këtë, ndërsa i lanë pas dore gjërat tjera për fat të keq. Dhe kjo nuk është arsyetimi i një grupit duke i treguar mangësitë e grupit tjetër, mirë po padyshim se ai musliman që ka më shumë pasuri, ai musliman që ka më shumë hapësirë për të vepruar, është më shumë përgjegjës pse nuk ka vepruar. Ai që s'ka pas, s'ke çka i bën, s'kam pas, ka arsye për Allahut. Mirë po ai tjetri që i ka paluar miliardat dhe shumë pak bën për muslimanët, ai është më i qortuar, padyshim.